Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar të dhënat për periudhën janar-mars 2025 në lidhje me shërbimin e kontrollit teknik të mjeteve. Gjatë kësaj periudhe janë testuar 60.200 mjete, nga të cilat 88% ishin mjete private 4+1 dhe furgon. Sipas shifrave të publikuara nga DPSHTR, 29% e mjeteve kanë ngelur në testim, duke ngritur shqetësime mbi gjendjen teknike të automjeteve në qarkullim. Kryesisht arsyet e ngeljes lidhen me mangësi vizuale dhe funksionale, probleme me sistemin e shkarkimit të gazrave dhe defekte në sistemin e drejtimit dhe frenimit. Një tjetër element është edhe mosha e mjeteve në qarkullim. Gjatë këtij tremujori 1900 mjete me moshë mesatare 22 vjeçare janë çregjistruar përgjithmonë. Statistikat tregojnë se pjesa më e madhe e kontrolleve, 36% janë kryer në pikat e kontrollit teknik të rajonit Tiranë, duke reflektuar dhe pasyruar fluksin më të lartë dhe përqendrimin më të madh të mjeteve në kryeqytet.